Bismillah, lavdi Allahut, mësimi 18. Mësoje familjen tënde që ta falin namazin. Allahu thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk." Urdhnoje familjen tënde që ta falin namazin. Dhe kam ngul për këtë. Ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, rrezik. Jemi ne që të ushqejmë. Prej thënieve profetike i dërguar i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: urdhëroni fëmijët tuaj ta falin namazin kur t'i mbushin 7 vjet. Urtësi, Imam Kurtubi o lidhur me ajetin në fjalë, ajetin e mësipër, ka thonë: pjesa ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, rrezik, do me thonë, ne nuk kërkojmë nga ti që ta furnizosh as veten, as familjen tënde, e ta lësh namazin për shkak të kërkimit të rrezikut të ushqimit. Nga që ne, Allahu thot, e kemi marrë përsipër furnizimin tënd dhe të atyre. Dilemë. Disa thonë më duhet ta mbaj familjen, ndaj s'mund të falem. I përgjigjemi: Allahu është ai që të furnizon ty dhe familjen tonë. Madje çdo dhunti që kemi është nga Allahu, andaj duhet ta falenderojmë për këtë Allahun. Pos kësaj, namazi është një prej sebepeve të shtimit të furnizimit. Prandaj si ka mundësi ta pakoj atë? Këshill: urdhëroje familjen tënde që ta falin namazin. Nëse të kundërshtojnë, kurse si mos u dëshpro, e mos u tërheq, por vazhdo t'i tharasësh në namaz me urtësi dhe gjithnjë duke i lutur Allahut që Allahu t'i udhëzojë ata.